Punimet artizanale të 60 grave nga qyteti Kukësit vinë në një ekspozitë të përbashkët në Muzeun Historik Kombëtar. Si xhatet, çilimat, punimet me grep dhe me dorë, që ato kanë paraqitur, sillin traditat kombëtare të Shqipërisë dhe kryesisht ato të zonës së Kukësit. Sipas Lumturi Bajës, mbajtja e gjallë e traditës dhe përçorja e saj tek brezat e rinj është disi e vështirë pasi mungesa e tregut nuk i nxit të rejat. Duke parë që tradita në rrethin ton po humbiste, se gjatë periudhës tranzicionit gratë u mbyllën në shtëpi dhe as kërkush nuk merrej më su kujtua për këtë punë, ne menduam që të risjellim në kujtesë dhe të grupohemi për të punuar. Është goxha e vështirë dhe vështirësia më e madhe është sepse tregu mungon për këto prodhime. Edhe kjo është vështirësia më e madhe. Kjo është që i mban larg edhe moshën e re, vajzat e reja, sepse thonë është një humbje kohe, punojmë, nxjerrim syt dhe nuk e shesim dot. Dhe një nga synimet kryesore të projektit ton ka qenë gjetja e tregut. Ekspozita është një aktivitet i aset i cili zhvillohet në kuadër të projektit mbështetja e grave artizane për të përfshirë në aktivitetin privat si një aktivitet i qëndrueshëm që gjeneron të ardhura. Ky projekt financohet nga Fondacioni Soros.